Masat e sigurisë në prokurin e posaçme dhe në gjykatën e posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar janë rikthyer në qendër të vëmendjes pas ngjarjes së rëndë të ndodhur në ambientet gjyqësore, ku e ekzekutua gjyqtari Astrid Kalaja pas kreut të Gardës së Republikës Simon Zereci, i cili inspektoi javën e kaluar perimetrin e sigurisë së godinës së GKK-s. Këtë të martë ishte radha e drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit, Ilir Prota, të verifikonte nga afër gjendjen e masave mbrojtëse brenda dhe jashtë institucionit. Prota zhvilloi një takim me kryetarin e gjykatës posaçme Erion Bani, me cilën diskutojnë mbi masat aktuale të sigurisë, kontrollet e hyrje daljeve, si dhe gjendjen e sistemeve të kamerave në ambientet ku ushtrojnë detyrën gjyqtarët e posaçëm. Kreu i GKK-s Erion Bani theksoi nevojën për të analizuar gjendjen e plotë të pajisjeve të sigurisë, përfshirë rrugët e transportit të pandehurve dhe korridoret e brendshme, si dhe për dëgjuar shqetësimet e vetë gjyqtarëve dhe stafit të gjykatave për rreziqet e mundshme gjatë ushtrimit të detyrës. Ndërkohë, godina e gjykatës së posaçme ndodhet në proces rikonstruksioni prej 2 muajsh dhe pritet që punimet të përfundojnë në javën e ardhshme. Grupi i gjyqtarëve ka kërkuar zyrtarisht nga Kuvendi dhe Qeveria ndërhyrjen e menjëhershme për përmirësimin e kushteve të punës dhe forcimin e sigurisë në të gjitha institucionet e drejtësisë.